siç kam sqaruar edhe në seancën e hënës, pra sa I përket buxhetit të komunave të cilat nuk janë të përfshira në pjesën tabelare, për arsye se janë vonuar, pra qoftë në miratim apo qoftë në kompletim të procedurave dhe dorëzim të buxhetit tek Ministria e Financave, unë kam sqaruar që nëse ato komuna arrin që në mes të dy leximeve, pra para ditës së nesërme dhe para datës së sotme ku po shqyrtohen në komision, të plotësojnë të gjitha kërkesat, atëherë ne si ministri do t'i sjellim këto tabelat e përditësuara dhe do t'i propozojmë që të shkojnë përmes si amandament përmes komisionit. Ajo çfarë mund të them është që deri më tani, pra aktualisht teksa po flasim, këtë proces e kanë përmbyllur komuna e Prishtinës dhe komuna e Shtimës. Prandaj rekomandimi I Ministrisë Financave është që të përfshihen si pjesë e tabelave të buxhetit, të ligjit për ndarje buxhetore, meqense edhe ditën e djeshme pra e ka marrë buxhetin nga komuna e Prishtinës. Pra për dallim prej asaj çfarë thuhej në vazhdimsi nga kryetari I komunës, që e ka dërguar buxhetin, në fakt procedurat tek ditën e djeshme janë përmbyllur dhe janë dorëzuar të gjitha tabelat ashtu siç edhe kërkohet. Pra tash e kemi edhe komunën e Prishtinës dhe komunën e Shtimës, të cilat I kanë përmbushur të gjitha kërkesat sa I përket përfshirjes në pjesën tabelare të buxhetit. Ndërkaq komuna e Zubin Potokut jam informuar që ditën e djeshme ka miratuar në kuvendin komunal buxhetin, megjithatë ende nuk ka arritur që të kompletojë procedurat pasuese. Kështu që duke marrë parasysh që ditën e sotme ne duhet të përmbyllim çështjet e amandamenteve, komuna e Zubit Potokut mbetet që të trajtohet sapo të kompletojnë procedurën, ata e dorëzojnë njoftimin dhe buxhetin tek Ministria e Financave, me që rast pastaj ne si ministri e procedojmë në qeveri, mbledhet qeverisë dhe nga qeveria vjen në kuvend dhe trajtohet si ndryshim plotësim, pra I shtohet ligjit të buxhetit tabela e Zubin Potokut. Por sa I përket Prishtinës, komunës së Prishtinës dhe komunës së Shtimës, këto komuna tashmë kanë përmbushur të gjitha detyrimet dhe janë të gatshme që të përfshihen. Prandaj rekomandimi I Ministrisë Financave do të ishte që komisioni pra të propozoj si amandament tek pjesa tabelare, pra përditësimin e tabelave të këtyre dy komunave, ashtu siç janë miratuar në kuvendet komunale dhe janë dorëzuar tek Ministria e Financave. Atëherë bëhemi gati për votim me rekomandim të Ministrit të Financave që buxheti I kryeqytetit Prishtinës të bëhet përditësimi I tabelave buxhetore dhe buxheti I kryeqytetit të përfshihet në buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026. Ky është rekomandim nga ana e Ministrisë, ndërsa si amandament shkon në emër të Komisionit për Buxhet dhe Transfere. Kush jemi në proces votimit, deputet? Jo, duhet veç e veç duhet. Veç e veç se kërkesat janë të ndryshme, nuk është një kërkesë e vetme, kështu që kush është për? A ka vota kundër? A ka abstenim? Do të thot me 10 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim, miratohet rekomandimi, do të thot amendamentin nga Komisioni për Buxhet dhe Financa, ku buxheti I kryeqytetit përfshihet në buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026. Pika tjetër është gjithashtu për komunën e Shtimës, që është situatë e njëjtë, kështu që ja kaloj fjalën prap Ministrit të Financave. Rekomandimi është I njëjtë, pra edhe pjesa tabelare e komunës së Shtimës përditësohet me buxhetin e miratuar nga Kuvendi Komunal I Shtimës dhe I dorëzuar tek Ministria e Financave. Faleminderit deputet, a ka diskutime? Nëse jo, bëhemi gati për votim. Atëherë me rekomandim të Ministrisë së Financave, Ministrit Eguran Murati, përditësohet tabelat buxhetore të komunës së Shtimës dhe buxheti I miratuar në Kuvendin Komunal të komunës së Shtimit përfshihet në buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026. Si propozim amandament si amandament I Komisionit Funksional për Buxhet dhe Transfere. Kush është për? A ka vota kundër? A ka abstenime? Konstatoj që me 10 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim, edhe kjo amandament kalon. Pika tjetër është nga kërkesa nga Kuvendi I Kosovës, kështu që ftojmë administratën e Kuvendit që të bashkangjitet për të propozuar amendamente që kanë dorëzuar Komisionit për Buxhet.